Skënderbeu nis Aratin në krye të Superligës shqiptare dhe këtë e bën duke fituar në Gjirokastër përballë luftëtarit, i cili e ka vënë në vështirësi në mjaft raste. Skënderbeu ka shënuar në të vetmin rast të pastër që krijoi dhe u gëzohet këtyre pikëve që e mbajnë të shkëputur bindshëm në krye të tabelës. Në Gjirokastër ka ndodhur të gjitha: gol, karton, raste të humbura dhe raste për moviol. Ndeshja nisi fort që në fillim dhe është luftëtari që sheh drejt portës së shehit, por pa rrezikuar seriozisht. Me kalimin e minutave Skënderbeu merr kontrollin e mesit të fushës, por pa ju afruar zonës gjirokastrite. Në minutën e 22 vjen edhe rasti më i pastër për gjirokastritët. Një goditje me kokë brenda zonës nga Nino, ndalet nga dora e Pero Pejic, por për Enea Jorgji nuk ka asgjë. Pak minuta më vonë Skënderbeu kalon në avantazh me anë të Sabino Plakut. Tomić harkon nga e djata dhe Plaku i lirë në zonë, kërcen dhe shënon 1-0. Minutat në vazhdim nuk sjellin asgjë dhe pjesa e parë mbyllet me avantazhin e korçarëve. Pjesa e dytë do të zhvillohet në kontrollin e plotë të luftëtarit dhe Skënderbeu do të vijë mjaft në vështirësi. Rastet e krijuara nga futbollistët gjirokastrit janë mjaft të pastra, por edhe fati nuk është me luftëtarin. Beqiri, Stoja e Çaço shpërdorin raste të pastra duke lënë në fuqi golin e Plakut, i cili ka vlerën e 3 pikëve për kryesuesit. Luftëtari sërish nuk kthehet tek fitoria dhe Edi Martinit i duhet të përforcojë ndjeshëm grupin në përfundim të fazës së parë. Ishte një gol që vendosi ndeshjen. Megjithatë në pjesën e parë nuk lutëm shumë mirë, jo pse kundërshtari kishte raste përpara portës, por çarkulloi topin më mirë se ne. Normalisht kur qendra e ekipit dhe boshti i saj mungon, normalisht do kemi pika të dobta. Këtu e kam fjalën për markimin mesin e fushës, që kundërshtari ishte më superior se ne. Megjithatë në pjesën e dytë edhe lojtarët e kuptuan se kush është Skënderbeu, sepse ndrojtja para ndeshjes ndoshta ishte më e madhe se ajo që tregon Skënderbeu në fushë. Sidoqoftë më vjen keq sepse pjesën e dytë kishim shumë raste për shëndim dhe duhet të paktën barazoni. Ne nuk vim në Gjirokastër se do të kalonin një mbasditë të qetë, sepse po të kishim marrë me këtë mentalitet atëherë nuk do të ishte fituar ndeshja. Ne hyjmë fushë sot për ta fituar ndeshjen dhe arritëm qëllimit pavarësisht sepse loja nuk ishte shumë cilësore, por skuadrat e mira dhe skuadrat e mëdha din fitojnë në këtë mënyrë. Din të zgjidhin situatat e lojës shumë, pra cilësia e lojtarëve të mi bëri që ne të shënonim dhe cilësia e lojtarëve flamurtare të luftëtarit bëri që të mbiste golin që mund dilte loja dhe barazim.